Ndryshimet kushtetuese mbeten të bllokuara. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi në kuvent se derisa ai të jetë në krye të qeverisë, nuk do të ketë ndryshime kushtetuese pa u plotësuar kushtet që Shkupi i kërkon Bullgarisë dhe Bashkimit Evropian. Ndryshime kushtetuese nuk do të ketë derisa të jem unë kryetari i qeverisë, përderisa nuk plotësohen së paku dy kushte. Kushti i parë është që pakica maqedonase në Bullgari të fitojë të drejtat e garantuara në bazë të konventave dhe rezolutave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Dhe e dyta, derisa nuk marrim garancione për identitetin ton Maqedonas, për çka pres mbështetje nga ju si bashkëqytetar të mi për gjuhën time maqedonase, se nuk do të ketë më veto bilaterale dhe nuk do të ketë më nënçmime të reja, deklaroi kryeministri Kristian Mickoski. Deputeti i Frontit Evropian Skënder Rexhepi kërkoi që kuvendi të miratojë ndryshimet kushtetuese sa më parë, duke theksuar se ato janë të domosdoshme për stabilitetin e vendit dhe perspektivën evropiane. Duke ardhur në gjithë këtë gjendje, kryeministër, kam një kërkesë dhe një propozim që të fillojmë ndryshimet kushtetuese me një parakusht. Gjithë deputet 120 ta sillen një rezolut me të cilën do të mbrohet gjuha dhe identiteti Maqedonas, sepse këtë e kemi obligim të gjithë, pavarësisht që nga ana Maqedonasve nuk është një reciprocitet, por ne do ta propozojmë ta bëjmë një rezolut, ta kemi gjithë unanime atë rezolut dhe më njëherë pasaj do të shkojmë në ndryshime kushtetuese, sepse nga vendimi të cilën do e merr qeveria bashkë me kuvendin, varet ardhmëria e gjeneratave që vinë, varet lumturia e tyre, ose do i bekojmë ata, ose do i mallkojmë ata. Nga ne këtu varet fati i gjeneratave që vinë, mas është bekimi dhe mallkimi gjithmonë. Kryeministër, duke mbrojtur gjuhën dhe identitetin, le të rrugësojmë drejt Bashkimit Evropian që këtyre qytetarëve t'ju sigurojmë garanca më të mira ekonomike, më të mira sociale, investime më të mëdha dhe ta ruajmë rininë tonë këtu para se të na shpërgulet, para se të bëhet shumë vonë për çdo vendim të ardhmen që ne mund ta marrim. Mickoski ftoi deputetët që në vend të rezolutave simbolike të mbështesin një qëndrim të përbashkët politik, se pa garanci konkrete nga BE-ja dhe Bullgaria, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë. Rexhepi nga ana tjetër tha se deputetët shqiptar gjithmonë e kanë mbështetur gjuhën maqedonase, përkundër asaj që deputetët Maqedonas nuk kanë treguar të njëjtin respekt për gjuhën shqipe, e cila ende figuron si gjuhë që e flasin 20% i popullatës.